Para nesh sot kemi padyshim një ndër ligjin më të diskutueshëm në 4 vitet e fundit. Pse po them në 4 vitet e fundit? Për shkak se ky ligj ka qenë, siç e dini, edhe premtim elektoral, dhe pastaj përgjatë 2-3 viteve ky ligj është ndesh bukur seriozisht me opinione serioze, të cilat e kanë kundërshtu edhe për mbajtjen, mirë po edhe nenet që kanë qenë shumë problematike. Po flasim për Komisionin e Venecias, po flasim për gjykatën kushtetuese, dhe tani vjen në kuvend për, mos kofsha gabim, herën e tretë, për një trajtim brenda kuvendit Kosovës, po edhe brenda grupeve parlamentare. Ajo që do doja të them fillimisht në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Autonominë e Kosovës është se lufta kundër korrupsionit është një ndër misionet më fisnike që i kemi për detyrë ne si zgjedhur dhe qeveria si ekzekutiv. Pra nëse ka qenë në 90-tat vlera më e madhe e shqiptarëve në Kosovë ballafaqimi me Miloševićin, në 99-ën lufta për liri, në liri misioni më fisnik, më i rëndësishëm kombëtar është lufta kundër krimit, kundër korrupsionit në mënyrë që me bo një shtet jetueshëm për cilën kem jek, kem vujt dhe kem sakrifiku shumë. Komisionin për legjislacion ne kem votu për, edhe sot do të votojmë për shkak se mendojmë se një institucion si ky, i cili ka disa probleme serioze që do dua të diskutoj, kishte me qenë mirë me hinë fuqi, me pas se cili është kontributi i këtij institucioni në forcimin e luftës kundër korrupsionit, po në njëjtën kohë edhe në hetimin e secilit prej nesh të pasunisë që e kemi. Dhe rrjedhimisht konfiskimin e tyre dhe kthimin tek qytetari, tek shteti. Kushdo që s'mundet me justifiku një cent si zyrtar publik, do të doj që të ballafaqohet me forcën e ligjit. Edhe një konstatim tjetër, nëse më lejoni, ka bukur një tendencë serioze që në diskursin publik, secili që punon në institucione publike, a është ai në komunë, a është ai në ndërmarrje, a është ai në ministri, dyqysh jënë bot target, jënë bot cak i sulmeve, e në fakt situata nuk është ashtu. Unë mendoj që nëse bëjmë një vlerësim edhe të raporteve të Bashkimit Evropian, edhe të raporteve të institucioneve që monirojnë administratën publike, zyrtar publik, zyrtar shtetënor, Kosova ka zyrtar publik me integritet bukur të madh. Andaj që shtot populli duhet me nda shapin për shiqeri, edhe mos më mundu me ishti gjithën thes, po me e thonë me gojë që puna sot në institucion shtetit, në komun, ministri, është punë bukur serioze, bukur sfiduse, edhe në anën tjetër, sektori privat është gradualisht duke mujtë sektorin publik. Andaj nuk është mirë me targetue secilin, apo secilin që është në këtë funksion, si një person potencialisht i korruptuar. Cili është problemi, apo cilat janë problemet thelbësore që lidhen me këtë ligj? Ju e dini që unë edhe në diskutimin e mëhershëm që e kom pas, unë parim jam shumë kundër themelimit të institucioneve paralele shtetënore, për shkak se këto institucione paralele jo vetëm që e dëmtojnë kauzën, misionin që e ka një ligj apo një politikë publike, mirë po bien ndesh seriozisht me vetë qëllimin dhe misionin e ligjit. Pse po e them këtë? Secili prej nesh këtu, disa më shumë e disa më pak, ne deklarojmë pasurinë tonë. Pasuria jam, pasuria secilit prej është këtu, është publike. Tyrat e mia, tyrat e bashortës tem, tyrat e familjarëve të mi, kredit, obligimet, keshi, gjithçka është në televizor e jona. Ne kemi një agjencion që ka emrin Agjencioni për Parandalimin
dhe luftën kundër korrupsionit. Në anën tjetër, ligji e shpjegoi, muj me thonë që e shpjegoi profesor Përparim Gruda jashtëzakonisht mirë. Elementi konfiskimit nuk ka vënën këtë ligj. A dim pse s'ka vënën këtë ligj? Për shkak se ajo është detyrë e përshkruar prej kushtetutës dhe prej ligjeve në fuqi të një funksion tjetër. Pra është tek rendi dhe ligji ku është një proces tjetër hetimor penal i cili duhet të nënshtrohet kategorive që mos t'i përmendëm i dim gjithë prej shkallës parë e në dytën e kështu me radhë. Pra kjo fjali bie ndesh me vetë misionin. Një problem tjetër që është bukur serios ndërlidhet me procesin konsultativ. E dëgjova me vëmendje ministrën, ajo para nesh e dha një përshkrim, një rrugtim të këtij ligji, mirë po nuk e tha një element që është e vërtet. Ky ligj është rrëzu në tërësi prej gjykatës kushtetuese. Pra ky ligj formalisht nuk ekziston, për shkak se kur bjen një ligj, kur rrëzohet prej gjykatës kushtetuese, ai është ligj i ri. Dhe ky ligj i ri, i cili ka pas probleme serioze, duhet me ju nënshtru një procesit të ligjbërjes që buron prej koncept dokumentit ligjit dhe i nënshtrohet një konsultimi obligativ. Nëse keni kohë dhe e lexoni rregullorën e punës së Qeverisë Kosovës, shkoni te neni 49 dhe aty e keni procedurën e kontestimit, e konsultimit. Nëse kjo procedurë nuk është trajtu, nuk është konsumu, atëherë ky ligj me njëherë veç me këtë pyetje është ligj i cili është antikushtetues. Çështja e dytë lidhet po ashtu me llogaridhënien. Problemi thelbësor i dështimit të institucioneve shtetërore është kur llogaridhënia nuk është e qartë. Ne po ndërtojmë një strukturë, një drejtor, një ligj bazik i cili është duke marrë disa detyra që lidhen me hetim, e pastaj ky person ka me pas shumë kredibilitet vogël publik për shkak të emërimit të tij politik. Dhe ne i kemi dhënë këtij funksioni, s'po them njëri, as zotëni, as zoj, po i kemi dhënë këtij funksioni fuqi e cila nuk do duhet ta kishte. Këtë duhet ta diskutojmë në konsultimin tonë. Çështja e tretë lidhet pak me këtë aspektin retroaktiv. Ky ligj thot për 2008-s. Në fakt ne aleonca kemi qenë për 2008-s deri në ditë sotit ma pak se 2 vjet pushtet. Kemi udhëheq pushtet. Mirë, por kur i sheh ligje tjera, tash kur shkojmë gjykatë kushtetuese dhe trajtojmë këtë temë prej perspektivës së ligjeve tjera, aty një ligj për shembull kontabilitet thot dikush duhet me i rujt veç 10 vjet. A e kuptoni që me një herë personi e fiton në rastin, thot unë nuk i kam, veç deri në prill të 2016 si kam letrat, se unë këto letrat tjera, ligji sëm ka obligu me nejt. Pra pse po shtim mrena ligjit nene të cilët a priori do të kontestohen gjykatë kushtetuese. Pa nuk është ky diskutim publik, as politik, po ta shpjegoj shkurt edhe shqip, që në ligjen për kontabilitet, që në ligjen thot 10 vjet i mon letrat, njëri thot po si kam letrat, thot më fal ti unë si kam, se unë ligji tjetër nuk më lejon. Dhe çështja tjetër dhe e fundit që mendoj është me rasi me ndodh, është dëgjimi Komisionit për Legjislacion. Na duhet me pas me mundësi me fol. Na duhet me pas mundësin me trajtu këtë temë. As keni mujt me prunës, masi pas ka qenë në kohë, tendenca është bukur e thjeshtë, e kom thonë kolegë nderuar edhe herën e kalume, nuk na jemi kolegë deputet, na jemi dison politik ma herët, dison politik ma vonë, po është ka shifet që është e tha Glauku, tha prej aeroplani, është ka shifet prej aeroplani që është ka ndërtohet një program politik për zgjedhjet e ardhshme, që ndërlidh me rrogën e 13, me pakon 200 milion, me byron, që në zotimet juva që keni dështu me i pru, e tash po dëni me na dështu edhe neve, me na lon fojnë, me një afat ngush kohor. Ana kohën, sot e keni votën për, po në qofë se nuk e jap një kohën, do ta kundërshtojmë.